mërkur, dashi, një atmosferë mirë sill më shumë qetësi në marrëdhënie. Merrni iniciativën aty ku të tjerët hezitojnë. Demi, energjia e ditës sjell një ide të re në punë. Një bisedë romantike mund t'ju afrojë më shumë. Pinjakët, sot mund të ndjeni një surprizë në dashuri, mos e lini një pagesë ose detyrim për në fund të muajit. Taforja, një atmosferë e mirë sjell një ide të re në punë. Shmangni debatet për çështje të vogla. Luani, sot mbi zotëron më shumë qetësi në marrëdhënie. Vetbesimi ju ndihmon të tërhiqni vëmendjen e duhur. Ygjëresha, sot mund të ndjeni një mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Beqarët më kanë një njohje interesante. Peshorja, dita ju shtyn drejt një ndryshimi të vogël në plane. Në punë esni me hapa të sigurt. Akrepi, kjo është një ditë për një ide të re në punë. Vendosni kufin aty ku është e nevojshme. Shigjetari, një atmosferë e mirë sjell një ditë më sociale se zakonisht. Mos premtoni më shumë nga sa mund të realizoni. Priciapi, sot mund të ndjeni një hap të vogël në financa. Në marrëdhënie mos lini vend për keqkuptime. Ujori, një atmosferë e mirë sjell mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Puna kërkon përqendrim, por rezultati do t'ju kënaqë. Peshit, dita sjell një ide të re në punë. Një bisedë sinqerte do t'ju bëjë mirë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.